Vëllezër të nderuar, profeti alayhi salatu wasalam thot, shenjat e hipokritit janë 3. Idha hadatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khana. Është ai i cili kur flet gënjen, është ai i cili kur premton e thyn premtimin, dhe ai i cili kur i besohet një amanet e tradhon amanetin. Dhe e katërta në hadithin tjetër të saktë prap, dhe është ai i cili që në momentin që bin konflikt me dikë shpërthen. Pra në momentin e ke tjetrin vlla, e ke shok, i qik me të prish tërzia, shpërthen edhe del nga vetja, thuti çapati ky, subhanallahu. Ndërkohë që ai ka akumulu se nuk është i sinqert marrëdhënia. Kush i ka të gjitha, thot profeti alayhi salatu selam, ka hipokrizi të plot në zemër. E kush ka diçka nga këto, ka pjesë hipokrizie në zemër. Sa shumë i themi këto hadithe, sa shumë i përsërisim dhe rrim duke pa kush i ka këto shenjat, po shifim për të falë Allahu ke vetja jote. Mos rri duke gjyku njerëzit, shif veten tate, rregullo veten tate. Mos rregulloj njerëzit, nuk ka nevojë me rregullu njerëzit, secili rregullon vetën e vet dhe kemi bë punë të madhe. Jemi rregulluar të gjithë me lejen e Allahu xhaleshanu. Nuk janë hadithet me gjyku njerëzit. Hadithet janë radhë parë se cili të bëj punën ke vetja vet, ke njerëzit e vet, ke familja vet, ke shokët, ke miq, me mirësi, me dashuri, me butësi, e të këshilloj me formën më të mirë. Kjo është ajo që duhet, o vëllezër dhe motra.